një raportim pesor i Dumanit në Komisionin e Ligjeve. Doni ta ndjekim atë fragmentin se duhet jeti përsëritur në njëjtë, i besoj. E ke Zekinja, po ke Zekinja do e bësh. Po se ke, mos e vë. Edhe Zekineja diçka thotë, edhe Zekineja futet edhe një sinkronin. Po ke Zekinen e vë, po se ke, mos e vë, dëgjoj mua. Mos a lot. A e kemi? E keni Zekinen? Sinkronin morë. Në vitin 2024 janë 10 funksionarë të lartë publik për të cilës ka patur vendime të gjykatave të cilat kanë marrë formë të prerë. Aktualisht ne kemi marrë një të pandehur, një kryetar bashkie të pandehur për korrupsion aktiv. Kemi në hetim një kryebashkiak tjetër, po për korrupsion aktiv gjatë procesit zgjedhor. Çështja që duhet sjellë në vëmendje është çështja me Gonigal. Në deklarimet të paktën që ju keni bërë, keni deklaruar se është çështje që është në vëmendjen e institucionit tuaj pra po hetohet. Kanë kaluar 3 vjet dhe desha të di çfarë keni bërë ju si institucion. Çështja me Gonigal, kjo çështje është në fazën e hetimit paraprak. Janë kryer një numër i madh veprime hetimore në territorin shqiptar. Për hetimin e çështjes është e nevojshme edhe ndihma juridike nga autoritetet gjyqësore të huaja dhe ne jemi edhe në pritje të përgjigjes. A ka nisur SPAK një hetim të pavarur mbi përmbajtjen e përgjimeve të antimafjes italiane që flasin për një takim të zhvilluar në Aruba mes përfaqësuesve të karteleve dhe zyrtarëve të lartë shqiptar, përfshirë edhe kryeministrin Edi Ramën? Ju thoni çështjen Aruba, unë nuk njoh ndonjë çështje me emrin Aruba. Lidhur me këtë, unë nuk kam asgjë për të ndarë me kuvendin dhe as me opinionin publik. Këto 251 flet arreste, pikërisht të këtyre bandave që u përmendë. Zoti Balliu i morët përgjigjet për pyetjet që bot. Zoti Dumani nuk është nevoja për të shifur. Zoti Balliu nuk mund të kërkosh SPAK llogari për ekzekutimin e masave të sigurimit, për kapjen e personave në kërkim. Po atëherë çfarë po më thua, pse si keni Zoti Dumani, a ka mundësi të mos zoti Balliu? Nuk e kemi bashkëbisedim kafe këtu. I silleni vërdall kryeministrisë, arrestoni liderët e opozitës për korrupsion dhe në fund fare ju rezulton që korrupsioni na qenë ka rritur. Pyetja ime, mos ndoshta nuk e bën Mehmeti me kokë vet, mos ndoshta e bën Enveri dhe her pas herë jep në një nga ata ju që ti merrni ti bëni për konsum publik. A ju ka shkuar në herë me që është Enveri dhe nuk është Mehmeti që e bën me kokën e vet? Ju kërkoni nga zoti Dumani dhe trupa e prokurorëve të SPAK-ut dhe të BK-s atë që e ka përgjegjësi e gjithë shoqëria në tërësi. Të lutem. Nuk po e fyse do t'ja jap fjalën. Ju nuk mund të aludoni që në këtë seancë unë vetëm një rast kam qenë i vërtet, unë kam qenë i vërtet dhe ju e dini shumë mirë që unë jam i vërtet çdo ditë dhe çdo orë të jetës sime. Kështu që ndihem vërtet i fyer nga ju që ju thoni dhe kam qenë i vërtet dhe do vazhdoj të ngelem i vërtet. Se sa patriot jam, ju e pranuat vetë dhe se sa e dua këtë vend dhe që prokurorët të posaçëm dhe mua nuk na bën shumë përshtypje emrat e kam përmend disa herë, as kryeministra apo zëvendës kryeministra apo ministra, por provat. Strukturës së posaçme dhe kam vënë re që gjitha pyetjet nga ana e opozitës janë tendencioze dhe me raste individuale. Besimi dhe reflektimi qytetarëve vjet re ndjeshëm edhe në raport duke theksuar rritjen e kallëzimit që qytetarët kanë bërë në këtë institucion, pra qytetarët tanë kanë një qasje shumë pozitive ndaj strukturës tuaj, ndryshe nga kolegët e mi të opozitës. Si mendoni se mund të forcohet më tej ky raport besimi midis qytetarëve dhe strukturës së SPAK në vitet e ardhshme? Faleminderit edhe për vlerësimet, por edhe për pyetjen, ajo që ndikon patjetër është puna. Të pyetjen e Zekinës e pati shumë të vështirë Dumani, se është prokurori mjaft që është shfaqur në arenën tonë, s'kena aty, për përtypej nuk përgjigjej dot. Ne ka ndodhur një kolegu ton, gazetar, mikut, unë e kam dhe mikat, rejtësisht është i ka ndodhur bushat në Turqi, kur iku Berisha, bëri intervistë Turgut Ozalit, presidentit ndjes past, presidentit Turgut Ozal, dhe pyeti si janë, se ishte edhe i lodhur pak rezi, si janë marrëdhëniet e shkëlqyera mes Shqipërisë dhe Turqisë, dhe ai tha ekselent.
dhe mbeti, ekselencë s'ki që thështë, dhe mbeti rejti tani, po ekselencë dhe mbeti se mendoj që do ishe pak më vënes. Nuk ka e. Se është nivel shumë i lartë Reizi, mos... Me në raport me e. Gineat. Pa jo më kujtua tani. Tani, Qa deputet është ke? tani një gjendos aty, me që pa shumë. Më bëri përshtypje fakti që majoranca e lavdëronte SPAK-un ndërsa opozita e kritikonte. Si ka mundësi që nuk është e kundër të preç. Se, në fakt, majoranca e lavdëronte, dhe mbriti deri te Zgjineja lavdërimi i madh, dhe ata e shanin. Dhe pyeti Zgjineja si e ka rritur kaq shumë besimin dhe SPAK-u atje. Pra, si e mendon tani ti, ç'ishte kjo gjë? Të dyja palët, si më thëmë, paka shumë ndjekin linjën që kanë përcaktu liderit e tyre. Do me thënë, liderit kanë thënë kështu dhe është marrë vendim. Po, ata Sot lideri. opozita e ka për detyrë që ta shfrytëzojë këto komunikime institucionale me kryetarin e SPAK-ut për të bërë pyetje, për të kërkuar llogari. Mund të bënin pyetje më të forta për me. Edhe ishin etik për Dhe t'jenë etik, se tash shumë se ne po disa janë, disa Edhe ta ai ishin PD-s që foli? ishte edhe pyetje Edhe të forta. tjetri. Por jo pyetje kështu domethënë që ta zbulojnë gjë, kishte edhe shumë, si më thënë, pyetje të natyrës propagandistike, ato që artikulohen në për gazeta ose në për foltore politike. Ju thoni që do ndodhë me SPAK-u. Në SPAK-u iken Dumani se i marrën mandati. Po e merë tjetri, Vjen tjetri thua ti? do zgjidhet me një proces si që është parashikuar në ligj. Besoj se tjetri do jetë, si me thënë, kompetent për ta drejtuar SPAK-un, do dalë nga një proces zgjedhor që është i njohur. Vetë Dumani ka vendos një kod për mendimin tim me cilit do matet pasuesi i tij. Dhe unë duke pas pak informacion se qa po ndodh atje, mendoj se pasuesi do jetë në lartësinë që ku e la Dumani dhe do shkoj edhe më tej. SPAK-u do vazhdoj, Dumani do jetë një prokuror, ata janë prokurorët barabartë. Ata kryetari i SPAK-ut është një lloj kancelari, nuk është se ka ndonjë gjë, domethënë. Ja, ndryshe është pak preç. E përfaqëson. Se sjell frymën në gjitha. Më ndryshe ishte Dumani në raport. Patjetër. Tani, gjithsesi, ti lem se do të jemi shumë shkurt në këtë pjesë, se popullata, jo se po na zuri gjum popullatën, mbaroj të janë të, po njerëzit e tij janë, si më thënë, kryetari është i parë mes barabartëve, por SPAK-u për mendimin tim do vi duke u forcuar, se këtë pyetje ke avuar ti. Ka suksese në Dumanin? Ka disa suksese. Po dështime ç'tua ti tani? Ja këtu thotë. Unë them njerë suksesi i parë se me Dumanin, SPAK-u në Shqipëri arriti domethënë që të zgjidhte krizën thelbësore drejtësisë së Shqipërisë, që ka qenë kriza e hetimit të sferat e larta. Vazhdo presi se ky është tani unë punoj me të gjithë. Ke shqetësim nga zhurmat, e kuptoj. Jo, punoj me të gjithë dhe me operatorët dhe me. Kriza e drejtësisë ka qenë kriza e hetimit. Kur s'ka hetim, s'ka drejtësi. Domethënë me Dumanin, sidomos me Dumanin, drejtësia shqiptare filloi atë histori që e ka drejtësia, hetimin gjithë botën që nuk ka tabu. Heton kudo ku konstaton se ka vepër penale. Po dështim presh. Dështimi mund të ketë pas mendimi im, më shumë shpejtësi, duhet kishte më shumë shpejtësi. Më shumë shpejtësi. Dhe gamë edhe më të gjerë. Por ai e thot aty që shumë nga çështjet që i ngrem ne janë hetim. Tani ne nuk mund të vëmë, më thën, kronometrin, se nuk na takon dhe jo vetëm s'na takon, por vetë hetimi ka ato, domethënë, sekretet e veta dhe nuk është e lehtë që të vërtetohet prova. Ne e marrim me lehtësi provën. Unë mendoj se provën. Të mos ti thua nuk ishte shpejtësi. Bushat ti si e mendon? Edhe një lloj dhe gama e çështjeve që janë hetimi pjesë, por mund të ketë edhe tjera që do fillojnë të hetohen. Do fillojnë të hetohen. Mendoj se asnjë çështje nuk do ngjelet e pahetuar. E kam bindje. Unë ky ideja tende presh që ky vend po rregullohet me një shpejtësi kaq të madhe, më pëlqen shumë kur e dëgjoj. Bushat. Cila është ideja ime? Gjërat duhet kishte më shumë shpejtësi. Jo vetëm shpejtësinë. Edhe gamë më gjerë. Por mos i mohojmë të gjën e madhe që ka bërë, se kjo është më e madhe. Që se ka ndodhur në gjë në Shqipëri. Siç ka ndodhur këto vite, ma thoni dhe ta tërhequn. Unë e di se ka ndodhur. Ja ta them. Nuk ka ndodhur. Ja ta them. Pjesën e parë unë kisha një moment ku një
kompani këtu, bankers, tani e mori SPAK-u pas një lufte shumë të madhe, i mund të jetë organizat kriminale. Po pritë tani, ajo ka marrë të raportuar, se mund të jenë 2 fish ose 3 fish, 5 miliardë. Po e kam thënë, është afera korruptive transversale. Ajo kapet përveç, jo gjërat këshuare, kapet ajo, pa përfyti dhe diskutohet. Bushat, optimizmi duhet. Jo optimizm, unë mendoj jam realist. Por edhe optimist të jemi. Për çfarë gjëje, se është aq e gjerë kjo sa... Pra, a ka suksese dhe dështime? Ti dështime ishe në fakt. Jo në shoh suksese. Çfarë suksesi është? Ka një sukses madhështor që duhet të bëhet model për drejtsinë e çdo vendi. Hapeni, po nuk keni, po keni nerva dhe studioni çështjen Beleri. SPAK dhe gjykata ne na ka treguar që votat në këtë vend i vjedh Fredi Beleri. Merreni atë çështje dhe do kuptoni çfarë është ky SPAK i reformës në drejtësi. Jo, kape si dosje, si do. Futi dhe gjykatët. Bashkë me gjykatët. Gjithë sistemin. Bashkë me gjykatët. Është veçantë. Bashkë me gjykatët. Do me thënë, ky është për mua suksesi madhështor i ajkës reformës në drejtësi që janë SPAK-u dhe GKKKK-oja. Për atë shqetësimin tënd, që ore se këtyre i mbaron mandati edhe mos ngelemi pas SPAK, do jetë dita më e bardhë për Shqipërinë nëse SPAK-u mbyllet. Ta dhe që, se këtë duan dhe politika. Ore ta doj kush doj. Palët duan të mbyllet sa më parë. Do mos ata që janë në akuzë. Ditë më të bardhë. Që ka kërku Andi tërë jetën të akuzohen. Ata e kërkojnë këtë. Padyshim. Ata me pëtashi jenë atë fabën në Handi, e ke dhanuj gomarë. Qa do bëjmë e ramët dhe, që apo jo? Problemi është që unë dua që çdo njeri që ka vjedhë dhe 1 cent në këtë vend, të shkoj para drejtësisë, jo për balca pisave me telekomand. A kam bërë këta drejtësi, prandaj ta thash atë suksesin më të madh, çështjen Beleri. A kam bërë këta drejtësi? Problemi është që këtyre deri tani, 2 çështje që i kanë shkuar në Strasburg i kanë rënë. Shpejtësia do vazhdoj, po se si veprojnë këta do i shofim. Dhe sa më shumë kohë do kaloj, besoj aq më shumë kohë do kemi për të bindur që kjo që po them unë do jetë gjithmonë e me vërtet. Sa më shpejt të mbyllet, aq më shpëtuar do jemi të gjithë. Kush të gjithë? Pano më pasen e zargo, pano. Kuptojmë një gjë. SPAK-u merret me 5.000 veta në këtë vend. 5.000 janë. Ne 2.450.000 të tjerët, s'kemi punë me SPAK-u. Unë s'kam qa shpëtoj. Jo. Unë s'kam qa shpëtoj. Unë byll SPAK-u apo jo. Më të gjotu. Por, Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, Erion Velia, shpëtojnë shumë po mbyll SPAK-u. Ata 5.000 veta me cilët merret SPAK-u. Po, vetëm për ata e ka jetë në lidhur. Unë s'kam qa shpëtoj. Janë ata njerëz. Unë kam atë prokurorin aty të qytetit, atë kam unë. Dhe për atë s'kujtojt njeri, sepse ne s'kujtojmi për atë. Se ne flasim kemi hallin e Ramës, Veliajt, Benametajt, e tjere. Pa dyshim. Po kjo është halli, se SPAK-u me ty s'ka punë, më zëtë. As me mua, as me Preqin. Si që ka kjo që ka SPAK-u halli jonë? Jo më jo, SPAK-u ka bërë një gjë, që deri më sot, jo, e kam konstatim të dëgjova deri në fund. E kam konstatim. SPAK-u ka bërë një gjë që ne se kishim menduar. E kam thëmë 15 herë kur kemi që përballë dhe ta them prapë. Ne nuk e kishim menduar as një herë dhe ishim gati të vinim pas në studio. Dhe ka bërë demokracinë e shpejtësisë. Problemi është që kur ti ke Altin Dumani, dhe unë e di, unë nuk jam optimist i Preqi. Unë nuk besoj se do ketë një prokuror të do kapi nivelin Dumani. Asu nuk e kisha menduar unë kam rezerva shumë për Dumani. Që do rinjallë e Aramit Qela në kod demokracisë. Por, unë ja them të vërtetën, nuk besoj se do të kapi në njëri standardet Dumani. Që të shkoj aq lart sa ka shkuar Dumani. A ka shkuar aq lart sa duhet? Kur mos e kapt? Jo, nuk ka shkuar aq lart sa duhet. Drejtësim politike kur mos e kapt? Në qofse është ky urimi për SPAK-un atëre, ky është dhe Shqipëria që meritojmë të kemi. Ramën meritojmë të kemi. Nëse shkojmë këtë logjikë, që ku mos u bëfti. Jo, më shoh.
Kur mos u bëf të thotë që hajde ta mbajmë Ramën këtu, ta konsolidojmë se të paktën dhe jo Ramën, po të gjithë atë enturazhin që ne të 2006 metrën e 7 metrën bashk, ki kemi menduar si të paprekshëm. Bashk kemi qenë, bashk në studio. Sot janë më të paprekshëm. Jo, sot janë në burg ata. Më të paprekshëm. Sot është në burg ai, sepse ai ka nisur rakina ai djali. Sa më shumë tjetri ka filluar i falet Zotit sepse ndje që ka bërë shumë mëkate. Aq më madhësh. Kjo është meritja e tij. Duam s'duam ne, a ka vajtur der ku duam? E vërtet është që nuk ka vajtur. Jo, më jo. Unë do doja shumë më tepër. A ka frenuar? Kam thënë provat se ku duhet shkojë dhe pse nuk shkon. A ka frenuar? A ka frenuar? Por motiv mos më thuaj mua të mbyllet Spaku do shputoj Shqipëria. Ç'pun kam unë me Spakun? Me Spaku ka punë Edi Rama, ai shputon. Jo me Lia. Ka unë. Se duke u përdorur, do vazhdoj të paguaj taksën një lloj, do më vjen taksën dhe më hapur madje. Duke u përdorur si vegël politike. Do ma vjen dhe më hapur. Dikon te jeta ime dhe jotja. Absolutisht. Në këtë kuptim. Nazar Kondry, ka një moment që nuk e di se pse ti kapesh me këtë çështjen beleze. Nuk ke pro grek dhe nuk ke në Ti ka pro qytetar jam, pro drejtave të individit. Qartë, s'pari një herë që të paragjykosh ose të gjykosh a posteriori punë e prokurore, punë e gjykatës do duhet që ta bësh jo me sens komun, por do ta bësh me sens juridik. Je i sigurt ti që për ata nuk kishte prova, kjo është pyetja e parë. 100%. E dyta. Hajde bëjmë debat. E dyta, je i sigurt ti që Greqia, që Greqia, që është një shtet që ndikon fuqishëm jetën tonë publike, nuk ka ndërhyrë për të shantazhuar dëshmimtarët e gjithë tjerë në mënyrë të ta nxirtet pavarur, të ta nxirtet pafajshëm ata. Je i sigurt ti për këtë gjë? Pra ti janë fantazima. Unë jam fantazi. Po mbi çfarë elementesh? Po ajo ka kaluar në 17 filtra. Ti mund të paragjykosh që pse Rama ose pse Shqipëria nuk e la të shkonte të vetoje këto. Unë them merr atë proces. Si jep vetes atribute që nuk i ke. Domethënë e vlerëson ti që kishte prova, ka kaluar në disa filtra, mos kujto që merr atë proces se këto janë llafe të përgjithshme. Unë jam Po janë të përgjithshme ato tua. Unë jam gati. Ti thua unë me metrin e analistit që shkoj të ylli thuti do paragjykoj 17 gjyqtarë dhe prokurorë që kanë kaluar. Ti ke dhe formim juridik. Po pra, unë nuk jam i sigurt sa ty. Nuk jam i sigurt sa ty. Unë jam i gatshëm me këdo të vi dhe ta bëj debat në këtë studio. Ajo dosje është një skandal që do e kishe zili kohë e sigurimit shtetit. Mos guxoj, them unë, te çështja e provave, tek mënyra se si mund ta kenë trajtuar atë që ta mbanin në arrest shtëpiak ose ta linin beton. Kjo është çështje në cilën ti mund të hysh me sens komun që ta paragjykosh. Flas për këtë unë jo. Unë flas procese me provat manipuluara. Je i sigurt? 100%. Hajde bëjmë debat. Ai që shet votën, ai që shet votën është dikush që është i varfër fushat, apo jo? Që do thot, nesër ku i shkon ai i Greqisë, i thot, Triqu, merr këtë. Ti ke lexuar intervistat e atyre dëshmimtarëve që e kanë rimohuar ato që kanë thënë në gjykatë. Dhe për këtë arsye ti ke kryer. Po të paragjykoj unë që ti ke intencionalitet. Që të bëjmë debat. Jo, po e kam fjalën që ti ke folur për të ardhmen. Duhet të them Panos një gjë që kuota e Dumanit sigurisht janë kuota motivuese. Ndoshta s'do kalohen, po dhe mund të kalohen, sepse ai ka pse të mos mund kalohen. Po them edhe gjë. Që ai me gjithë integritetin që ka dhe kjo e ka mbajtur, ai e ka nisë. Ai që vjen ka një trashëgimi dhe jepet mundësia më shku shumë përpara, dhe aty ka prokuror të tjerë, të cilët nuk ka dalë shumë me emri, sepse që thoshe përfaqëson Dumani institucionin, por në dijenin time dhe shumë njerëzve që marrin vesh që ndodh, janë prokuror shumë të vendosur. Nuk o të dimensioni në cilën Dumani... Sidomos në luftën kundër organizatave kriminale. Nuk po diskutoj. Ka nevojë për një dimension më tjetër, më tepër. Po pra, po ta tha Preçi që ai e vuri standard, por problemi është unë kam probleme, unë kam probleme me sepse e kam jetuar një kryetar tjetër që s'ka qenë Dumani. E kam jetuar 3 vjet një kryetar që nuk ishte Dumani. Dhe ai është një prokuror shumë i që ndoshta ka bërë punë, por si kryetar për mua atëherë ne, Spaku kishte qenë në një stagnacion për 3 vjetë radhasi. Qa ndodhi ishte, që kur erdi zotria në fjalë, filluan të gjitha dosjet dhe u morën. Jam shumë dakord, a ka probleme? Pa fund, më. To 3 vjetë vjedhja në Shqipëri janë çështje të cilat kanë 5 vjetë.
që janë aty. A duhet ecin më shpejt? Po. Janë çështje të cilat nuk janë hetuar deri në fund. Ama e di dhe limitet. E kuptova dhe limitin e SPAK-ut. Rama nuk ka vajtur te Rama. Nuk shkon dot deri te Rama. Këtë e kam kuptuar. Ta falim Rama. Ta bëj zero, të themi s'ka ndodhur asgjë. Ta falim Raman. Jo më një sekondë. fal, nuk shkon. Unë nuk e bëj zero. Jo, po ti e bën zero më burr, ti thua shkotaj. Po e di pse bëj zero. Madje thua shifyr të mbyllë. E di pse bëj zero. Është shifyr të mbyllë. Për dy gjëra që janë themelore. E para, sepse unë besoj dhe ken çdo raport ndërkombëtar që të paktën 5 vitet e fundit që jemi me SPAK, korrupsioni në këtë vend është rritur, korrupsioni zyrtarëve të lartë. E kemi në Burger Jon Velian, po ti kujton se bashkia që do e marrin prapë socialistët nuk do vidhet në Bashki Tiranës. Dhe e dyta, po prit dhe mi kundërshtot dyja, po e para është që vjedhja në kohën e SPAK-ut është rritur. Korrupsioni. E dyta, se duhet të kuptojmë çka do të thënë korrupsioni është rritur. E dyta është nuk ka pasur këto 30 vite demokracisë shqiptare, vegël, mash, institucion quhet tipo deshe, që ka minuar demokracinë dhe ekuilibret politike. Të këtyre maskareve që kemi ne politikan, më keq se s'kan bërë këta agenti kishte shkatruar fare ato ekuilibrat politik. Se ato ekuilibra politik të këtyre maskareve na kanë marrë 30 vjet në qafë. Ato ekuilibra të këtyre që bjen ekuilibër maskarej. Për sa për korrupsionin, për ta lënë pushtetin te një njeri vetëm. Vetëm për këtë është pikur SPAK. Nëse do t'i referohemi raport ndërkombëtare, nuk është e vërtetë se ka përmirësim, por nuk i referohemi atyre, sepse raportet ndërkombëtare flasin për perceptimin e korrupsionit. Të kuptojmë të gjë, nuk e matë do të njeri korrupsionin, se është të zezë, nuk e dim neve, se po ta dim me futin burg, e bëjmë të bardh. Të kuptojmë të gjë, nuk e dim. Raportet ndërkombëtare masin perceptimin. Ndërsa sa për ekuilibrat shkurt. O zoti inshallah ti shkatroj fare, ti hedh në erë. Të ekuilibrat e këtyre, të ekuilibrat që bien këta në ekuilibrat. Bëhemi monarki më. Këta pasaj na kanë çuar këtu ku jemi. Bëhemi monarki zgjedhore. Këto ekuilibrat e këtyre. Ano, do të them një gjë për referuar dhe seancës. U pyet Dumani për çështjen me Ganigal. Dhe ai përgjigjen që për pjesën tonë është hetu. Por ne presim nga një shtet i huaj, thaj që është SBA-ja. Avokati që vjen në misionin tuaj që është shumë serioz për milimin, e sqaroj më mirë, më sqaroj më mirë dhe mua që pritet që të vijë nga SBA-ja, se atje ka lindë, atje ka fillu. Do të është hetimi në bashkëpunim edhe me partnerin strategjik. Kështu që Rama për pjesën shqiptare e thaj, ka nis hetimi. Kështu që edhe për Ramën nuk ka një tabu, dhe unë e kam thënë gjithmonë që për çështjen e Ganigal se si do dalë ai, por do vijë edhe nga Amerika se atje kanë, si më thënë. Dakor, do freq, po ndërkohë që presin Amerikën, një herë thjesht mund ta pyesin Edi Ramën siç pyesin çdo njeri tjetër, ore si doli emri, çfarë di ti për këtë? Kaq të bëjnë. E bëjnë dot më. Se kanë pyetur ata. Ne mund ta kemi pyetur sa e tha. Edhe mund ta kem pyetur. Nuk e di unë. Thënë drejtën se them do. Por ti, shiko, mund ta kem pyetur. Ndoshta Rama është dhe në burg dhe unë se di. Jo, mund ta kem pyetur, sepse ai marrëveshje që mund të kenë bërë ata është mos dalë. Dy pyetje që i dua përgjigjesh shumë. Vetëm 2 gjë vogla. Edhe sikur marrëveshjen që të kenë bërë ti, edhe këtu është me 50 standarde. Edhe po ka bërë këtë marrëveshje që thu ti, që me të Berishën, Veliajn, Benametajn, i thras, por ty të ruaj dhe nuk të thras. Këtu jemi tek ai standardi që ti që është çështje sensit komun me arsyetim juridik. Në qoftë se kryeministri i vendit takon shefin e FBI-s për New Yorkun, ose cili ishte roli i saktësisht. Nuk është në një shkelje. Ty mund të duket a posteriori, pasi marrë vesh që ai ka marrë lek, thua ti ka për shumë gabim që ka pritur. Por e SPAK-u mund të thotë dhe së çështje farë, po me që po thonë po etojmë, një njeri kur eton mund ta pyesësh dëshmitarin kryesor që i del 16 herë emrin akuz në Amerikë. Po mund ta pyesësh pse flasim ne nëpër banaqe thua ti? Është tani pyetja ime është nuk të mos e vazhdojmë, do vazhdojmë, do të debatojmë. Atëherë mund mos jetë çështje fare më. A ka nevojë reforma ndërkombëtare? Për Dumani në Shëngjell Rama te çështja me Gonigal dhe ta mbyllim. A ka nevojë reforma në drejtësi për rishikim dhe a është dhe SPAK institucion që duhet ripar? Shiko. Shkurt fare, se kam dhe pyetje tjetër. Reforma në drejtësi ka një nevojë urgjente për të rishikuar, po jo pjesa e SPAK. Se ne mendojmë në reformë në drejtësi SPAK. Jo, reforma në drejtësi që
reforma në drejtësi... 99,7% e drejtësisë është pjesa tjetër, jo SPAK. Pjesa tjetër, pra. E cila është mizerabil. Pra, ajo pjesa që i them unë Bushatit, që jemi tek 2.450.000 të tjerë si pas censusit, pra atë s'flet njeri. Dhe ajo është një mizerabilitet i vërtet. I qartë. Janë Ka nevojë, thoni ju, 5.000 dosje që presin aty, dhe njëkohësisht e gjitha ajo për cilën u trumbetua reforma në drejtësi, për këtë pjesën tonë më të qytetarëve, nuk u arrit. Qartë. Jemi të sinqertë. Pra, E prodhoja ka dhe nevojë ato për rishikim. viktimën që pam pak më shumë. Po, ka nevojë për rishikim në disa pjesë, sidomos në këtë aspektin që ngritet ju për të drejtësinë, ku përfshihen shumë njerëz. Edhe për ruajtjen unë jam që sigurisht që SPAK-u duhet ruhet, duhet vazhdoj, nuk duhet të preket, bile nuk duhet të hapet rruga disa... Shumë prokurorëve prej që do t'ju mbaroj mandati në vitin 2028. 11 do me thëmë prej tyre. Edhe pak janë, sa janë ata? 20 janë gjithsej. 10 do të shpët. 20 janë. 20 me të nëndë. A duhet të ndryshoj kushtetuta për të lejuar rikandidimin e tyre, apo SPAK mund të mbyllet fare në vitin 2028, duke patur parasysh që ikin 11 prokurorë si shtamë, që kemi aktualisht pra institucionit thoi se paralizohet, në qoftë se nuk vazhdon procesi. Unë dëgjova dhe... Unë shoh që kanë kjef të dy palët të mos jetë SPAK-u. Mendoj që duhet ruajtur, duhet forcohet, është instrumenti i vetëm që na jep shpresë se korrupsioni në sferat e larta do vazhdoj të luftohet. Por këtu do të shtoj një gjë, të rishikimi. Mendoj se duhet të rifutur në një formë tjetër puna e vettingut, se disa nga prokurorët dhe gjyqtarët, si mas shumë dhënave që marrëm, që e kanë kalu vettingun, duke sikur kanë kalu oqeanin dhe kanë marrë një certifikat përjetshme pastërtie dhe tani nuk na rrezikon me asgjë. Unë mendoj që kjo duhet ngjelet në fuqi në periudha të caktuar, një periudhë një herë 5 vjetë diçka e tillë, ketë forma të kontrollit financiar dhe të kontrollit të tjetër gjep kjo preç, po të them ka rrezik të paralizohet. Dhe pastaj të mbyllet dhe të dy palët, po dalë më dëshira të ndërgjë tjetër preç, po them të dy palët, duket sikur janë mbyllet e bashkuar. Po deshin ata e mbyllin. Këto e mbyllin këta këtu. Qëse nuk kanë shku në burg direkt ditë gjithë. Po preç e mbyllin. Shtetet e Bashkuara tani ç'lidhje kanë interes. Ai të merret me këtu, ai të ka ngatruar me Armenin 4 herë. Jo, merret. Po preç. Po ku po merret? Asim tani. Po e dëgjove çata mund të kthehet prap bombardimi në Izrael. Jo më mirë pas. Ajo që ta prap më pas shkojnë 24 orë tha mund. Po ku pyet ai për po ku ka lidhje ai me Shqipërinë? Ajo që merren me ne, ajo pjesë që merret me fshatin tonë ai tani. E pra këtë po të them. Jo për Trumpin. S'ka lidhje. Dhe këta përfitojnë? Or ke departamentin e shtetit, ke zyrat që merren me Shqipërinë, ke FBI-n, ke apo mirë. Do me thënë ambasadori që dërgojë këtu dhe bën një ndesheli dhe ikën. Edhe ajo, edhe që është tani, SPAK-u nuk e lëshojnë. Do me thënë vjen një tjetër të ati që e bën... Jo, nuk bën gjë. Ata, në qoftë se Shtetet Bashkuara të Amerikës, mendojnë se në Shqipëria... Edhe këta të thonë tani që mendoni tani përfundimisht Bushat ti mendojnë që... Apo ti thua është më mirë të mbyllet, se këti ide... Këtu ka një shqetësim që këtyre burrave të mirë që kushtetuta i ka caktuar mandat 9 vjeçar, si ta bëjmë që t'i ripërsërisim në mandatet e tyre, pra bëjmë një debat gati për të marrë, ndërkohë që sot, ty të shkarkuar një gjykatëse kushtetuese, e vetmja që nuk voton të pro-qeveris, dhe për cilën e shprehur kundër dhe Komisioni Venecias, dhe Bashkimi Evropian. Me të ndrejtë nuk ishe punë edhe me PD-n e me këto. S'ka rëndësi fare. S'ka lidhje, nuk ka rëndësi. Është e vërtet kjo gjë. Mund të ketë lidhje dhe me PD-n, dhe me Rusinë. Nuk ka më shikon dhe punë e vetë, me të ndrejtën. Unë e kam njofur. Do se mbyllet SPAK-u, këto do zëvendësohen. Jo, po shqetësimi parë... Të krijohet mundësia të kandidojnë, që kemi korrekt. Jo, nuk ja lë kushtetuta, ta rojë. Po si vite kjo i kishë plotësuar? Jo, se do mbyllet SPAK-u, si ikin këta. Është diskutuar, është aq e qartë. Po sa vite duhet të bëj? E para, është që të ndrojmë kushtetutën se burrat mirë si këta nuk gjënden Shqipëri, vetëm këta ishin në aran nga qelli, ndërkohë që këtu drejtësia minohet ditë pas dite. Të ka ndodhur skandali sot, ditën për diell, pa pyetur as për BE, as për Komision Venecia, as për gjë, dhe ne flasim çdo bëjmë me këta burrat e mirë të SPAK-ut. Që shumta mund të shërbejnë si kamikadë sigurimit për të fut belerin mrena.
Aq merit kanë. Që ka ngel mrapa se Beleni është i vjetër, ka ndodhur. Beleni, futbol Beleni. E bën ata atë që duaj. Nuk di se ka këtë Belenit, se edhe unë se kuptoj mirë, po... Sepse është dosja më e turpshme që ka prodhu Spaku dhe GKK-ja. Merreni dhe lexojeni. Për kuriozitetin tuaj merreni dhe lexojeni. Fjalia është, nëse një sekondë, Tori. Nëse duam që ta kemi Spakun, duhet pa tjetër që t'ja u përsërisim apo t'ju shtojmë mandatin këtyre. Sepse ato kushtetut e shkruajtën këta njerëz i kanë në dorë dhe ta ndryshojnë. Kur e shkruajtën me presionin e palëve të tjera, të treta, dhe normalisht them që edhe në qoftë se do ta ndryshojnë, nuk do ta bëjmë prej dëshirës, për shpirt ata e mbyllin nesër Spakun, të dyja palët, sepse dhe kur tham përpara që e shan opozita, ndërsa nuk e shan mazhoranca. Jo. Të dyja palët e luftojnë Spakun. Të dyja. Me armët që kanë, me armët që kanë, opozita me fjalë, ndërsa mazhoranca s'ka nevojë ta shajë me fjalë. Fjali mentor vetëm. Dhe ka ca gjëra tjera. Popullata tani përfundimisht pjesa më dërmuese e popullatës se ka zënë gjumë. Se ne mund të po bisedojmë me vete. Me ëndra që Spaku do bëjë një Shqipëri më të mirë. Kështu e kanë vënë kokën jashtë. Ti nuk e mendon që mendon kështu? Kështu e kanë vënë kokën jashtë. Se ti mendon që jo, ha? Po. Po pse do ishin këta politikanë që kemi ne, po të mos ishim ne si popullata? Qa flet? Shumë veta e shumë. Mani ka qenë prokuror dhe më përpara, por është trimëruar për shkak se Spaku ka edhe një pjesë e sistemit drejtësisë ka një përmas ndërkombëtar. Pra janë ndërkombëtarët që ja kanë dhënë trimërinë atij, guximin atij. Janë më shumë këshilltar atje se sa prokurorët Spakut. Nëse duan ta dini, anglez, amerikan, të BE-s. Pra, kush ndërkombëtar? Kjo është një përmas, në fakt. Ai që shkonte dhe bënte presion mbi drejtësinë, që thoshte mos toni për bankersin, Donald ju e ka emrin. Për bankersin që zoti Ylli thotë është skandali i Shqipërisë. Ambasadori Amerikan thoshe këtë mos e hetoni. Do mos e ngacmoni. Ambasadori francez ndërhyn për ndonjë gjë tjetër ose mori llallën e bëri copa ambasadori Amerikan o zotëri. Si mos ta ka marrë gjithë në tokën? Ka vjedhur dynjan këto. Bankersi le pa gjumë popullatën, vazhdojnë për bankersin. Jo, e kam fjalën, do të vazhdojnë për bankersin. E le pa gjumë të thau gjithë. Ke shumë të drejtë për ata, ke shumë drejtë që mbasi tem. Po thoja këtë gjë që ne duhet që modelin e funksionimit Spaku ta shtrim të drejtësia tjetër. Pra ta ndërkombëtarizojmë edhe prokurorinë dhe gjykatën, sepse ne nuk kemi guxim që ta bëjmë. Qofse ti thu ata prokurorë, gjykatësit kontrollon Rama, tani ai s'mund të kontrollohet ndërkombëtar. Qofse Spaku ka disa arritje që përmendi edhe Pano, i ka për shkak të dimensionit ndërkombëtar. Okej, se nuk kam më diskutim. Tani unë kisha edhe një moment tjetër. Presidentin e kanë sulmuar vazhdimisht Pano. Presidentin Begaj sot e ishte lëshuar gjithë ditën në është mirë? Bardhi. Është mirë? Jo, e kanë sulmuar gjerësisht dhe duket sikur ky ka bërë gjithë të qetë këtu. I sulur shumë. Të Begajt ja Bardhi sot gjithë ditën. Derisa Peleshi tha pusho 4 herë dhe mori 4 vendime në të njëjtën kohë. Do më thënë, pas çdo 20 sekonda i mori 4 vendime, vendimi 4 të ishte që dile jashtë nuk doli fare. Aty ndenjë, nuk del me njeri. Dhe janë ngrohtë brenda mirë se ka filluar edhe të bjerë moti. Dhe tani i kanë rënë, po sikur të mos e zgjatim këtë të presidentit ç'mendoni. Po ta lëmë Bushatin thot atë fjalën që thot ai, i thot gjithmonë një epitet. A bëjmë me fjalë, themi një fjali. Nga një fjali për këtë problem të gjithë e ndruat Begaj, pse vallë është aty pyetja. Fjalia ime tani thon. Fjalia ime është kjo që nuk e ka larg nusja të pamën me 31 tetor gjithë ky diskutim sqarohet. Por ndërkohë njëri nga televizionet sot thoshte që Rama po arreston Begaj. Me 31 tetor, gjykata kushtetuese se cilës i kemi besuar gjithë shprehet dhe pastaj marrin gjithë si kemi besuar. Po atje thamë. Se tani kjo është si luftë, mua më duke si luftë me mulin të erës, se i që Begajn, nesër, në mëngjes sa ndryshon këtu? Se duke sigur i ka Begaj gjerat. Begajn e sulmojnë për shkak se është një jesmen i bindur, vasal i kryeministit dhe ka kthyer presidencën në institucion varësie, siç është AKP-i, siç është AMF-ja, është dhe presidenca. Institucion në varësi të kryeministrit. Kështu që
Për këtë e shajnë. Po i thoshin dhe ka vajtur në Është spital drejtor, ai nuk është president, është drejtor në presidencë. I thoshin që ka vajtur dhe në prito pana tani, se i thoshin për shembull ka vajtur në spital natën ka punuar. Me që ka qenë doktor, i thoshin ky është natën punon fshetas në spital. Dhe me rogë prit. Ai pyeta unë dhe më thanë që ai kishte vajtur në spital, që merrte një rogë kur ishte doktor. Punonte. E kupton. Nuk besoj tani e kishin futur në bardhi. Hodhën lekët kur ishte president. Nëse shkon në spital shumë mirë bën. Po pra kur ishte ushtarak vetë ditën, sepse po i duhet ndihma e tij ta japë. Për këtë punë që. Por problemi është që këto të tjera që ka kthyer presidencën në institucion varësie. 31, lash e Po thash. çan do 31? Na thuaj më Imi gjykatës. Nuk e di, po se mos ndryrën Amerika ty thua prapë. Jo. Ky presidenti i Amerikës se ky po ndryri 31 gjykata kushtetuese vendos. Për ta parë një këndvështrim pozitiv këtë që bën opozita. Imagjinoni sikur të kishte zgjedhur atë rrugën tjetër që edhe Bushati e ka mbrojtur, që bojkotonin institucionet, bënin protestat, t'i binin atyre dyerve të parlamentit. Kjo në fundit është luftë institucionale. Ndoshta është me argumentat dobët, ndoshta është me argumentat fort, por është prapë brenda asaj rutinës demokratike shqiptare. Se këta nga që shkarkojnë Ramën tani, dhe shkarkojnë do të Ramën, thonë urgjent të shkarkohet Bege. Bege ishke. Tani, Bega e bëri vetë se vajti të fjali vogël. Bushati nuk lëshoj sot atë. Lëshon një fjalë që i thot një... Nuk e tha, nuk e lëshoj sot. Tani, se jo popullata, s'ka të dhe kuptoj që nuk e si popullata po vledhe. Tani ne të ndëruar që shikues zgjatëm sot e te pruam. Tani te prime ka i gjithë popullata këtu. Jo popullata, po udhëheqësit lartë që kemi e të gjitha. E te pruam dhe ne pak me programin, kërkojmë ndjes. Me gjithë këtë te prim. Por ne kemi një të mirë që do ikim tani, rruga Bosh, Bushat, se tani kur erdha unë e di çat merish, me një motor gati me hypit e veshit e makine. Dhe i thashun bërtita dhe e shava. Kur a i ndaloj këshu anër, tha, si së më thua këshu, tha, unë shikoj emisionin të në gjithmonë. Beta, i thash dorën këshu. Merdi keq preqë, se pastaj, dhe shava, Se rruga shumë keqë, i ke parë rrugët si janë bushur. Më thënë, gjithë popullata është edhe në Tiranë tani, e të gjitha dhe është bushur e gjitha, si që po e shikoni. Po këto nuk shikon njeri, këto shikohet këto tani, nesër me timu i matë që do bëhet e gjitha. Shojnë Began. Faleminderit shumë, të nderuar bashkëpunëtorët e media, me thënë operatorët e gjithë ta që me siguri kanë sharë tani, pas që kaluan 10 minuta, po në zë, e të gjithë të tjerë, faleminderit shumë, natën e mirë, e mbyllim këtë javë, javën tjetër, pa tjetër tani, që do shihemi, që të janë, natën e mirë.